Një mësuese 27 vjeçare është dënuar me 15 vite burgim në Michigan, pasi u shpall fajtore për marrëdhënie të paligjshme me një nxënës 16 vjeçar. Sipas autoriteteve gjyqësore, ajo kishte pranuar se kishte kryer aktin në vitin 2023, ndërsa rasti u bë publik më vonë pasi ajo e kishte rrëfyer veprimin të një kolege në vitin 2025. Hetimet konfirmuan se marrëdhënia kishte ndodhur ndërsa ajo ishte në pozicion mësueseje në një shkollë në zonë. Gjykata theksoi se abuzimi i besimit dhe pozicionit profesional ndaj një të mituri përbën shkelje të rëndë të ligjit. Po ashtu u raportua se ajo kishte filmuar incidentin, gjë që u konsiderua si faktor rëndues gjatë procesit. Avokati i mbrojtës argumentoi se klientja e tij kishte probleme të shëndetit mendor dhe e përshkroi ngjarjen si një gabim të rëndë gjykimi, ndërsa gjykata vendosi dënimin me burgim afatgjatë.